Foti dashnisë si dihet. Dikush përmes internetit, dikush përmes miqësisë. Ka raste që ka dashni të madhe, ka raste që ka ndarje. Për çdo rastin e të ndëgjuar, dhuna është shumë të rritë përqindja e madhe, nuk po kushtet financiare, a janë mosmarrëveshjet në mes vetë. Mëna shoqëni kur dal dikon si afër, sa vesh si tregoj. Shumica e persona e bojnë vetëm për media, për interesat, me dalën për media këqeqone, po bojnë dhuratë veture, po bën dhuratë çetone, po çel çeto, po ajo më merr mendja që është një dashni e false. A qëllon jetën për to? Nga vëna vini? Nga fshoti Kurish ku mund Prizren. A, ku mund Prizren. Ju pa më pash në bashortën, ama pak emocione më duket pak. Ju më sa problem. A duket që sa vite jeni në bashortën? Që 10 vite. Që 10 vite, a? Po. Okej. Që sheni njeftu me tonë? Përmes internetit. A, përmes internetit, po, kështu? Po. Tash mos me misit kështu? Unë? Jo, tash mos me misit? Jo, me misit, jo. A duket cili i pari vërtet se na dërgoj ti? Une? Po. A të kujtohet shkrimin e parë që ki bo? Ja, valla, nuk më kujtohet. Çaj ka të shkruar? Kujtohet diçka? S'ka përmes internetit, në Facebook, ja kom quë email kërkesën, edhe kemi bisedu, kam edhe s'm kujtohet që kemi bisedu. A ti taku rastisht që ke gjetë Facebookin apo atje? Po, rastisht. Po. A përshaj nga njëherë mbret është rasti po? Po, si dihet, foti dashnisë si dihet. Dikush përmes internetit, dikush përmes miqësisë, çështo. Mas far kohë e marrë më fal? 29 vjeçar. 29 vjeçar. Po. A ndërkohë, a janë dashurit sot si shek të dashurit në kohën e sotit? A janë sinqerta? Po shka po di, raste ka raste që ka dashni të madhe, ka raste që ka ndarje, ka dashni jo të bukur, çka po di, ka secili ato vetëm. Si vetëm. shekët dhunën që ndaj gruas nuk është për mu lavdru për çifte, që është të merruse në vendin tonë. Dhunë ndaj një grue. Për çdo ditë po dëgjojmë. Për çdo rastin e të ndëgjuar, dhuna është shumë të rritë përqindja e madhe, nuk po di ku është shkaqi. A janë kushtet financiare, a janë mosmarrëveshjet në mes vetit dy palëve, çka po di. A unë që këtu në mes është edhe tradhtia. Mund mendova edhe tradhtia, mos respekti. Gjitha janë. Sa apo respektohet tamam sot një grua që meriton sipas teje? Vallai, nuk po di tash mbaret për situata që kanë raportin në mes vetë ata. Dikush ka respekt mjaftueshëm, dikush ka respekt më pak. Këtë varet që kanë marrëveshjen në mes vetë ose që shqetësojnë në mes vetë tashni. Sa bashkëshortë janë dinat vlerën ti? Bashkëshortë thonë. Vallai, nuk po di s'kam ato vlera, është maksimum sa të mujmë. Respektin e një tjetrit e kem, tashnin e një tjetrit e kem. Te lashë s'kemi poste i sot, çështo. A jep llogari bashkëshortës ku shkon, çka ki bo kështu? A e pyet? Ndo raste jo. Veç të tregoj jam filan veni edhe si atë raste për shembull nuk i thonë që kom dalë ose kom shko këtu. Varet, më ne shoqëni kur dal dikon si afër, sa veç si tregoj hiç ose një mesazh që jam filan veni. Që mos bëhen marak për diçka. Po komplimente sa je bashkëshortës? Te dikon. Atje pa jam ashtu ty, atje asaj jam. Bëhet pe festa, pe ditëlindje, pe kunërzime që i kemi ose data të caktuara dashnisë që i kemi, tani kemi ato komplimentet. Në herë ka raste ju fest, komplimenti jep, varet, këtë pesë ta. Komplimenti fundit çka ke dhënë tregam. Komplimenti fundit do kon ditëlindjen që ka pas me 30 nëntor. Edhe ja kam rrugë ditëlindjen. Çai vjen dhurat? Dhurata simbolike të vogla, diçka, një tortë, një tufë me lule. Alo lule. Alo lule. Sa po duket kanë filluar lulet me lënë anash më shumë tek gjanat luksoze, më shumë. Po i kërkojnë kërkesat më shumë grua. Po varet tash të situatës njerëz që ka kushte të mira, mund me bënë dhuratë më luksoze, na me dhurata pak më të vogla, më simbolike diçka. A çfarë pesh te ju dhuratat? Po varet pe personit. Te shoqja ime për shembull dhuratat i çojnë peshë, më vonë i dëshirojnë dhuratat, ka marak çështu. Çfarë jemi këtu për ato gra që domethënë kërkojnë vëmendje, lipën dhurata, e ndoshta për më aplocu pa mundësi domethënë dëshirën, disa veç kërkojnë, mirë po nuk kanë dashni, e bëjnë për vëmendje dhuratë më dhon. Po ka shumica e persona e bëjnë vetëm për media, për interesat, me dalën për media këqeqone, po bëjnë dhuratë veture, po bëjnë dhuratë çetone, po çeto, po ajo më merr mendja që është një dashni e false. Nuk ka dashni që 100% që ka diçka në mes vetit mirë, po vetëm shumica e rasteve vjen veç për media, ose më kallëzu që unë bona që dhuratë, bona çeton, po ka raste që kalojnë shumë bukur, varet këtë për personave që shqetësojnë dashninë mes vetit. Cili keni moment veçantë bashkëshortën tënde?
Moment veçantë është lindja e djalit parë që në ka lind, djali mama është një gëzim më i madh që nuk përshkruhet, që edhe hina në atë fazën që u bëna prindër, pe moshës 30 vjeçare, e domethënë janë do momente që do emocione që nuk përshkruhen, e kupton. Që to janë momente, tani është momenti edhe lindja e djalit dytë, edhe gjitha që to janë momente më historike dhe më shpirtërore, që më vonë më ndjenjat më të veçanta. Sakrifisa më e madhe që kishe mujt me bë për bashkëshortën tënde, cila kishte qenë ajo? Me qenë. Valla, nuk po dhim varet për sakrificave thashti. Nështë është sëmur, diçka duhet me bon maksimumin sakrificë për me apshtu jetën ose për me përmesu 5 muajt që i ka. A qëllon jetën për to? Po, se jo. Nëse është e nevojshme çdo sen organizm trupi që kam që ka nevojë që i përshtatet asaj pse mos më. Veç me shtu një jetë. A bëshe që ka bura halat që dojnë, pa kushte? Ma mërë nga una e me polas që shtu, ta shbojnë nga una grunë që shtu, ato në asë dole. Unë do këti ma shumë e dojnë ke grunë? A e shprej ma shumë? Unë e shprej ma shumë dashninë edhe e kom dash ma shumë edhe du ma shumë, po dhe jo më dojnë, s'kem dishka dashni që dojnë 50-50, qështu. E dërëm, përoj ma të mirat, u plakëshit bashkë.